Edhe është pyet një njeri I cili kohë të gjatë kanë dëgju e ka mësu mësimet fesë. Dhe dikush ndoshta në një formë talleje I ka thënë atij, apo I mban mend dhe a I mban mend të gjitha ato të cilat I ke ndëgju? Pra, pse po ndëgjon? Pse po shkon ligjërata? Pse ulesh pranë ekranit për të ndëgju? Pse lexon libra? A I mban mend të gjitha ato të cilat I ke ndëgju dhe I ke lexu? Përgjigja është brillante. Thot sigurisht se jo, nuk I mbajnë mend. Thot por dua ta bëj një pyetje ty. Thot ti që kaq vite, pra të njëjtën kohë sa unë ndëgjoj dhe mësoj. Thot am tregon dhe am mëson. Thot cilat kanë qenë të gjitha racionet e ushqimit të cilat ti I ke hangër? Ti ushqy me to, a I mban mend të gjitha llojet e ushqimit që ti I ke ngrënë dhe I ushqy me to? Përgjigja është sigurisht se jo. Thot, ama një gjë je I sigurt. Ai ushqim të cilën ti e ke ngrënë, ai të ka marrë gjallë. Po ka qenë shkak dhe sebeb që ti më mbet gjallë gjatë tërë këtyre viteve. Thot po. E thot po njëjtë është. Thot unë nuk I kam marrë mend ndoshta të gjitha që I kam dëgju. Dhe të gjitha që I kam lexu, se tek e fundit është e pamundur. Thot ama një gjë jam I sigurt se ajo cilën e kam dëgju dhe ajo cilën e kam lexu ka qenë ushqim për shpirtin tem, për imanin tem që ai të mbetet gjallë. Andaj, ne vazhdojmë të flasim, ne vazhdojmë të përkujtojmë, ne vazhdojmë të sjellim mësime të reja, sepse jemi të sigurt se në përditshmërinë tonë, në distancat cilat I kemi para vetes e që duhet të kalohen, është e domosdoshëm që të furnizohem me këtë lloj ushqimi. Imani, besimi, nuk rrije në trupin e dikujt, e në zemrën e tij, po nuk u ushqyje me njohjen e Zotit, po nuk u ushqyje me mësimet kuranore, po nuk u ushqyje me mësimet e pejgamberit alayhis salam, po nuk u ushqyje me paralajmërimet dhe me përgëzimet për shpërblime, dhe të njëjtën kohë po nuk u tërheq vërejtja për kërcënimin e ndëshkimeve nëse se njeriu I bën të gjitha ato. Kjo është jeta tek e fundit. Kështu duhet të jetojmë. Një ditë të mësojmë, një ditë të praktikojmë, ndoshta një ditë harrojmë, të nesërmen përsëri kthehemi në vetëdijen tonë e kështu me radhë. Sepse kjo është përpjekja, për cilën Allahu subhanahu wa taala nuk e lën askënd pa shpërblim. Nuk e lën askënd pa ia dhënë mundin e asaj të cilën e ka bën në jetën e tij. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot, ata të cilët gjahadu fina, pra përpjeken, mundohen, sakrifikojnë, sforcohen për të kuptu, për të mësu, e pastaj edhe për të realizu, thot Allahu xhalla shanuhu, na kena me u aletsu atyne. Lenehdiyannahum subulana. Kena me u aletsu atyne rrugën, edhe rrugën e mësimit, edhe rrugën e kuptimit, edhe rrugën e zbatimit.